Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni pikërisht duke klikuar poshtë tek fotoja ime dhe çdo ditë mund të merrni njoftimin e çdo live-i që un jam ora 10 çdo paradite. Siç e thash dhe 24 orë përpara, ditën e sotme do të kemi një përballje të Darios me ish partnerin e tij, Erisën, ku ai e ka akuzuar se ajo ka një vit që është zhdukur duke mbyllur të gjitha rrjetet sociale, numrin e telefonit dhe ky baba nuk ka kontakte me të birin. Si ka mundësi ka shumë e paskundhunuar dhe ajo jeton akoma për mrekullit sotit mes Tiranës. Si se pas ke vrarë me hekur në kokë, tha me këte, me atë, si se pas ka vdekur e shkreta. Me që ishin të dhunuar, pse u ktheve mrapsht të shpintimet, lutem? Pse nuk thërite policin, komisariati numër 4 TS32, të laja fëmin 3 muajsh në banjo, më falë për shprehjen, ta ndroja që s'kisha larë një jetën time, ajo e praktisi dhe iku, se tha jo si droguar për 20 vjetë, unë nuk them që se kam pirë, e kam pirë dhe unë si çdo njeri, janë të e pi kryeministra e presidenta, e kam pirë dhe unë nuk mund them jo, aktualisht nuk e përdor, jam shumë i qetë në haltim punëtive, që nën e pi me një të dashur. Nën e pi me një të dashur. Kaq. Për ta mbyll kapitullin. Ma nxjerr Erisën, ti them, kush ja ka nxjerr fëmijën e parë nga barku, kush ja ka nxjerr dytin, kush ja ka nxjerr tretin, dhe unë e bëra me fëmia tret, pa e ditë se kush është. Sa ç'a them, ajo non shkonte bonte plasti i dashur i Erisës, ndërkohë që Erisa mbante dhe rrinte në shtëpi, ja pranonte nona në dhomë gjumit aty bashkë me nonën, me një burr 56 vjeç, burr i martuar me 3 fëmijë, nuk ka pse të mri djali rrugëve të Tiranës, me njerëz budallënj, me njerëz të pavlerë. Erisën po dush ma fut këtu në ballafaqim, jam burr, ti them vetëm vërtetën. Por edhe Erisa, këtu në live me Odetën, i është përgjigjur se ishte larguar për shkak të dhunës. Sot ata pas një viti humbje kontaktesh, do të jenë përballë njëri tjetrit për të sqaruar të gjitha mosmarrveshjet, akuzat që kanë ngritur ndaj njëri tjetrit, por me shpresën që do gjejnë një gjuhë të përbashkët për djalin e tyre të mitur. Kështu që do hap dritaren dhe do t'i kem të dy ditën e sotme. E dashur Erisa dhe Dario, ta harrojmë gjithçka që ka ndodhur, ju lutem. Erisa, ai është baba dhe ka të drejtë ta takojë djalin. Po, patjetër. Do t'ja Nesër me sa mora vesh, do më thënë, zhvillohet një gjyq, sepse i ka ardhur një mesazh në nënstime nga një rrjet social, do më thënë djeja, nuk e di se kush ja ka shkruajt. Po, tani mund t'ja shpjegosh vetë Dario për pjesën e gjyqeve, se keni një vit që nuk flisni. Për pjesën e gjyqit kam treja që shkojnë gjyq në Tiranë, gjyqi zhvillohet në Myslimshyr. Kam 3 herë që shkoj dhe ata nuk kanë gjetur adres, kanë njoftuar dhe Interpolin e policinë kufitare, gjitha ne s'kan lënë vend pa i kërkuar, ne ku si ka gjetur dot Interpoli si ti gjej unë shkreti. Ja. Por unë nuk. Po, Odeta, më thuaj temën apo pjesën si narcisist që jam, se më kanë quajtur narcisist, unë që jepja buk me durat e mia, ja prisja mishin, ja çoja te goja, i bëja ditëlindje dhe i bëja gjëra, e çoja në pikat më turistike, po e mohoj Allahu e dënof, dhe ja fshija dhe buzët, ja. Shuja buzët. I jepja për ngrënë fshija buzët. Është njeriu që kam dashur më shumë në jetën time. Këtë nuk e mohoj, sikur të vejnë plumbat kallachët në kokë, nuk e mohoj, më falni për shpencë, po flasim çik shumë. Por Erisa e deklaroi. Të garantoj që i kam prisur 45 milion lek me te, leta mohoj po që burnesh. I kam prisur ajo për 1 muaj. Më thuaj vërtetën Erisa. Po ku i ke gjetur më Dario lekët që më i pas ke? Puna ime ku i kam gjetur, ja llogaritu, i kam vjedh. Me që ti i pas ke harxuar. I kam vjedh. Unë po pyes, ai kam harxuar apo jo se ke mohuar tjera? E di si është puna. Sikur unë tisha e keqja, domethënë e dynjas. Ore, nuk po gjykoj, ti vetëm përgjigju pak pyetjes time me shumë respekt të lutem. Është e vërtetë apo jo? Po unë nuk rrit mas lekët edhe të. Ore, e vërtetë është që kam shpenzuar pafund me ty drejt. Po ke shpenzuar deri diku, por një Okej, deri diku. Kam munduar gjë nga ky burr tu super tjerave. Jo, më po flas tamam, dëgjoj. O të lutem, më le të bëj unë pastaj fliti. Të lutem. Lirshme, duhet më lesh, nuk pas flas. Më vjen kur për para punës që jam këtu me ty, por e ke çu ti punën deri këtu. Sa aq logjik ke, më vjen keq ta vlerësoj apo ta cilësoj logjikën tate, ta vej në kandar, por dua të them këtë, që unë
jam ai që shkoja të merja keca i qinxha t'i prisja në borë dhe qeshje dhe luje, që unë i kam në video dhe foto gjitha, unë jam ai që t'kam qunë për pika turistike ku ke dash që i the zonjes kam dalë 5 herë dhe duke më thonë ule kokën, greje kokën, unë ty t'kam pas si shok në jetën tim, unë t'kam pas si shok, kjo është e vërtet, dhe unë me ty kam pas kalu aq bukur, sa s'kam kalu ma si njeri në jetën time, këte nuk e moj, unë ty t'kisha shok. Do pim, do rrim, do gatuajmë, do qajmë, bikin vallën. Po ti s'mund me hedhësh virtytën mbi fytyrën time, mbi bisedën tim, mbi karakterin tim. Ndërkohë që këto që them unë, janë pas këtë muaj Ramazan janë të vërteta, i mohon dot. Po çfarë duhet më hoj, unë po flas, unë i drejt tash po dëgjoj, nuk po flas. Këto që them unë janë vërteta. Po dëgjoj. Unë madhjet e parave nuk mund t'i mas dot. Para. Mohimet e familjes, e mirëmbajtjes familjes, as ato nuk i mohoj dot, po dhe që të bëhet gugule e madhe dhe mashkullit të thotë që shiko se unë kam bajt, kam bë kështu, më duken pa vlera sepse ato duhet ta Okej, dakor, me që duken pa vlera se vetëm ato të jujat, si narcis që jam unë janë me vlerë. Dua të të bëj një pyetje. Po ta pranosh tu para popullit shqiptar dhe para Odetës. Kur kam ardhur unë në Tiranë, që më kërkove vit marrë shtëpi me qira, të kam takuar te Shpari dhe vazhdove të qaje me det ku jetoj unë, hajde shikoje më the. Unë jetoj në Skëter më the, te zotria që është i paralizuar që i shërben mami, jemi pa bukë asnjë gjë. Ju kam ble karrocat me ushqime 3 milion lek. E mohon dhe këtë? 3 milion lek ushqime. Më thuaj, totalisht me shpinë që mora me qiraj, kam prish 11.500 euro me ty në ato, 3. Orë, gjepi, po mi më çfarë rëndësie ndikon? Atë kam qunë në restorante luksoze, në restorante peshku ku t'ka ta zemra. Të kam blerë syze atlete, bluze, këpuse, që t'ka ta shpirti po apo jo? Dario. Unë nuk jam narcisi pra, unë jam shpirt njeriu se kështu kam dinë dhe kështu dhe jem tërë jetën. Dario, ndalemi. Kam nevojë të unë të flas. Po, Dario të lutem. Ka nevojë të flasi. Edhe të dëgjoj po edhe të flasi. Ore ato, domethënë, në lidhje me pagesat që ti bën ose mirëqenien që un kam pas në shtëpi ose ushqimet ose gjëra, un s'kam mohuar ndonjëherë në gjë, un s'kam bën ndonjëherë bisedë me Odetën. Odeta kishte ndonjë bisedë të trajtimit tim. I kam dëgjuar, s'ke nevojë ty se Odetën. Ashtu un kam bën një dëgjoj, them dhe një gjë tjetër. Nëse un jam gënjeshtare aty në ajo video që un flas, ti ke njerëz rreth e përqark dhe un kam bërë ca komente, domethënë janë komente të disa njerëz. Ti kam parë dhe nuk i shoh fare komente, Ti nuk i shikoj, po i shikoj unë. Aty janë ca komente të njerëzve nga Burreli që janë gra familjare. Ore ti goc, ke ardhur në çukor se kush më njeh. Mua po do flasim për problemin ton, ball për ball. Po pra, po do të thotë që ajo fjala ime dhe ato fjalët që kam thënë aty. Në rregull. Ato që ke thonë ti janë vërtet ose pas ne? Edhe njerëzit e familjes ti kanë miratu. Nga vendet familjes. Po e di që i ke në testament, i ke gjitha në libër Guinness, por desa të pyes lutem. Ti zonjushe dashur, ishe divorcuar me mua kur dola nga burgu dhe isha me rreth shtëpie. Kam parë një video unë dhe gjithë populli shqiptar që ti ke dalë te Stop TV, Dario Bruçi nga Burreli, që thua, ato që thot Dario janë të gjitha të vërteta. I kam sqaruar gjitha vitet me Odetën unë. Dëgjoj, ti je një sekondë. I kam sqaruar gjitha me Odetën unë. A më lejo të flas pak të lutem? I kam sqaruar që se. A më lejo të flas pak për respekt për edukatën? Një video një orë me Odetën, unë i kam sqaruar. Dario dhe Erisa, të lutem. Ajo që më intereson mua, besoj edhe ju dhe Darios, është djali. Përpos çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, që ajo martesë nuk funksionoi, sot është djali që nesër është një gjyq që gjykata kërkon një adresë se ti ku jeton të vi fleta e gjykatës. Nuk është nevojë të ma thuash këtu adresën, mund ma dërgos me mesazh për t'ia dërguar gjykatës dhe ti të paraqitesh në gjykatë sepse gjykata do vendosi të drejtat mbi atë fëmijë. Se atë fëmijë nuk e ke sjell vetë, Erisa, e ke sjell me Dario. Ka pa fëmijë këtu tek unë, ka pa fëmijë. Është imja. Tani, përpos gjithçkaje, për hir të atij fëmije, a mund t'i lini me një anë të gjitha dhe të prindëroni të dy? Ndoshta dashuria ka mbaruar, por doni të vërtetën time ta dëgjoni? Kur kam folur personalisht me Darion, vetëm me Darion, në live me Odetën, unë si Odet
e kam dyshuar që Dario ruan ende një dashuri për Erisën. Kur unë kam folur vetëm me Erisën, live me Odetën, e kam dyshuar që Erisa, përpos gjithçkaje, e ruan ende një dashuri për Darion. Mos u lodh Odeta, se ky zëngjir nuk lidhet më, është kaput, e s'ka kurrë djalone ta lidhi më këtë zëngjir. Është e dyta juaj. Pasi ka hudh, në base do ta kisha pranuar për hir të atij fëmije, po pasi ka hudh virtytën mbi fytyrën time. Mashtrime, droga, narcisist, që unë kam qenë njeriu më i dashur për këtë femër. Shkoja ja merja mjaltin në maje të malit, nga 7 litra mjalt, shkoja ja merja qirqia. Njeriu duhet të jetë i lumtur. Më fal. Shkoja ja bleja të lutem, më dëgjoj pak Erisa, të lutem. Shkoja ja bleja qirqiat kur dilin ende pa në Peshkopi, shkoja me kilometra për ta majtat e zonjë, e çoja në restorante, në lokale ku ti do të shtëpi, kemi pret bashkë makinë, e çaj ka ta Dasuria ka mbaruar. Kur ti vi për veten e saj, ajo s'më poshtron dot mua, sepse unë jam realiteti, jam fakti dhe jam e vërteta. Nëse ka diçka që unë e kam të padrejt, pas Shakuranin do ta pranoj. Po kur ka ndodhur debati që ti më the më para, që ajo ka hiq 17 herë, unë kam letrat e gjykatës të Pregorisë, kam gjitha këtu me fakte. Pas kësaj unë të thash që ajo ka dalë ka dëshmuar vetë që Dario, unë isha marrë resfje, kjo jeton të Tiranë me nënde vetë. Dhe ka thonë, ato që thot Dario janë të gjitha të vërteta. Dhe t'ju them një sekret, unë e tua jetë me Dario. Më preku ajo pjesë tem drejtën, më preku shumë dhe unë i kam sqaruar të gjitha me ty. Odeta, Dario, e dyta, për të bindur ti dhe populli shqiptar të gjithë së bashku, unë jam një papajshëm, jam një familjar, të lutem vetëm një sekond. Jam një familjar i rregullt dhe të garantoj që shtëpia ime nuk vuan për asnjë gjë. Dhe ajo vajzë, prej 5 vitesh këtu me mua, unë të bëj pena valla, ushqimet këtu vinin me kamion me trajt. Pyete nëse unë gënjej, edhe në kur isha ajo kishte lekë dhe i binin ushqimet pafund nga Tirana, i binin vëllezërit e mi të shtëpia. Është e vërtetë Erisa apo gënjej? Edhe çumsin e djalit nga Burgu ta çoja nga Tirana. Në bisedë me Odetën ti e gabim, ti e sjell temën nga një version tjetër. Po flas realitetin, më i gosë jam sjell si prind dhe thej një fjalë në intervistën me Odetën, që un kam frikë, më fal Odeta, mbase po e ngrej zërin tepër, nuk arrit ta kuptoj mbase. Po. I the Odetës, i the popullit shqiptar, pa pik turbi, që unë kam frikë t'ja lep djalin atij se mund t'i bëj një gjë djalin. Sot për mua, sot për mua. Që ti e di mirë Dario, ana psikologjike, nuk thash do i bëj djalit. Ana psikologjike unë djalin, po kam videot i shef tër populli, i kam në TikTok. I shohin të njerëz, unë djalin e marr gjithë ditën me vete makinë. Unë vdes për atë djalin. Lotet e mia për atë djalin të mulofshin ditën më të zezë, ty amin në Zot. Dario, mos të kalojmë në mallkime. Dario. Odeta, jam shumë i mërzit, një vit mos m'japi fëmin tim. Ti do na foli aty babet, çen tjetër ai baba, na foli. Shiva baba se ka nevojë për ty sosh djali. Jam prind, po kam një vit s'kam pa djali, un kam ditë të bëj dhe gjëra tjera, por un nuk kam dashur, e di pse? Kam dashur t'ja lej ligjvënëse dhe ligjpatuese. Dhe në këtë rast mendoj që trupi gjykues dhe vej dorën zemër si për vete, të m'japi djalin, kem kujtesërinë e djalit, pasi un posëdoj një dosje me dokumenta të zonjës nga spitali neurologjik që është e sëmur dhe unë jam ai burr edhe një herë. Jo për ta lënë të lutem Odeta, jam shumë i mirë. Nuk më le të flas fare Odeta. Të fundit, do të them vetë diçka tjetër. Nuk është vetëm pyetje me te. Nuk është vetëm pyetje, të lutem Erisa, të lutem. Dhe un kam marrë vesh, isha në spital për veten në Tiranë, kam marrë vesh, më ka tregu daja e saj, që kjo ishte shtruar djalin tim, ja çonin Odeta, të lutem. Djalin tim, ja çonin Erisës, djalin e mitur, ja çonin te pesa në katin e 4-5. Dario, si e çon djalin te kontrolloj. Dario dhe Erisa. Të lutem Odeta, vetëm këtë nuk shqetësojmë vetëm. Jam ai burr që kam shku në një dyqan trëndafiles, kam dalë nga spitali, i kam bëj një tuf, një buqet madhe, kam marrë një postier, të lutem, kam marrë një postier, kam vajti, kam lërë të liga dhe një tortë të madhe, i kam shkrujt fjalët e mia dhe ja kam dërguar me postier në spital, dhe më tha pas pak duke qarë, o zemër, tha mi ka udhë mami nga dritarja gjitha, tortën, lullet, katolina gjitha. Pra, unë nuk jam sherri i kësaj ngatrese dhe shkatrimi i kësaj familje. Sherri dhe ngatresa është smundja e saj e para dhe nëna e saj që është fillim e marim këmbë dhe kokë
Ajo s'është non, nuk është non. Është në ardhmë e Dita një të digjova. As Sasha si lëgjoje, as nuk të replikova, as lëgjoje. Dita një ishte duke folë ti. Ti ke një problem me veten tata, nuk e di se çka ke, që e nis nga një depresion, i thu kjo ishte me depresion. I thu kjo ishte te pesa. Po gjykoj këtë, leta gjykoj një grup ekspertizë të tjerë, jo unë. Ka grup ekspertizë, ka psikiatër, psikolog, mjekul ligjor, ka çdo gjë. Mos të duket veta sikur je i zgjuar. Se ka njerëz më të zgjuar. Unë se jam budalla, kam dalë deri këtu, se tisha i zgjuar, s'dy kisha dalë deri këtu. Po pra, mos të duket vetja si ku ke zgjuarsi, sepse ka njerëz që kanë zgjuarsi dhe nuk i njihet zoni gojës fare, rrin pa fol. Faleminderit për këshillën tate. Ashtu. Po ti më fal, ti zoni e zgjuar. A mendove që ai djali ka një baba, po kujtohet se mas. Jo, ta them unë, sepse unë kam pas depresion dhe i kam treguar çdo gjë me detaje, është puna ime. Dhe nuk ka asgjë në këtë botë ti je me depresion. Jo, po më vjen keq për atë që s'kam. Ja kryet e Hollywoodit që i kanë gjitha të mirat dhe si mungon asnjë lloj gjëje dhe bëhen me depresion. Nuk ka ne gjë deri këtu. Po ka shumë nëna që kanë myt fëmijët e tyre nga depresioni. Dario, po unë di skallën time dhe janë konsultuar, jo një herë, po janë konsultuar disa herë. Dario, të lutem. Erisa në momentin që flet, gëzoni shëndet të mirë, të lutem. Unë jam, dëgjoj dhe deklaroj unë e deklaroj dhe ta dëgjojnë të gjithë. Jo jam mirë, po as ku kam qenë 20 vjeç nuk jam aq mirë. Më fal, sepse ti je gazetare i edhe non. Mund të bëj një pyetje të lutem pak se interesante dhe jo shqetësuese pyetja ime. Si nën, me që ti e shikon me atë syrin mirë fare Erisën, kush është pengesa që Erisa e zgjuar e mirë, mashallah për mrekulli, si ja ka dhënë të djalin babait për ta parë për një vit me radhë? Dario, nga eksperienca ime, në ndarjen e çiftit ka mërira hakmarrje të formave të tilla. Të më marrësh djalin, mos shikoj djalin tim. Ke të drejtë, absolutisht se je babai, je biologjiku dhe ke të drejtat e plota. Por e mirë kuptoj Erisën deri diku. Mërzia, mlefi ndaj teje e bëri të zhduke, të fiki telefonin dhe mos kontaktoj. Ajo është Jo, e ke shumë gabim. Erisa më merrte 10 herë ditët mua. I kam mesazhet aty që ti kam dërguar dhe regjistrimet e gjitha i kam dhe ja kam të dërguar dhe trupi gjykues të gjitha. Erisa është sot. Më ulli dhe virtyte që ju jeni një pini konsumoni të narkotike. Po, e kam konsumuar, jam burr, e kam konsumuar, mbas edhe e konsumoj nuk jap llogari askujt, por jam baba, jam familjar, shumë i rregullt. Kurse zonja e kishte mësuar përpara dhe ma kërkonte sa janë në shtëpi, lutemi gjej leje ku dush. Dhe un kam një video që mund ta procedoni, mund ta Kush ka fol këtu një herë që unë s'kam përmend fare as puna drogë, as puna o zotri. Pyto vetëm, si ke Dario, të lutem. Dua diçka. Duke ditur që Erisa është këtu me ne, pra nuk është më e humbur për ty. Është me djalin, jeton në Tiranë, pranon të japi adresën, se normalisht e kërkon gjykata, është e gatshme të presi çfarë do vendosë gjykata, të respektoj vendimin e gjykatës. Po s'ka ku të shkoj pa e pritet dhe lloj. Ajo që unë të jap një këshill. Ti ke thënë shumë fjalë të mira për Erisën, dhe unë këtë gjë nuk e mohoj dhe Erisa. I ka merituar ato që kam thonë, ka Erisa i ka dëgjuar vetë. Do të kërkoj falje edhe një moment. Unë mund ta njoh një njerëz sot. Unë me 0 kilometra se marr dot. Sepse jam 50 vjeç. Unë me 0 kilometra se gjej dot. Por të paktën mos ketë bosh shumë kilometra. E dyta, nëse është aksidentuar ta ketë kapë të cep pasqyrën e cep sinjali, jo bër sallat kaj. Kështu që unë Erisën e njofta. O deta do të them një nuk e di. Jo, Erisa, të lutem. Ta them vaj. Jo, me të them një gjë. Më intereson me që ti ke zgjuarsi të madhe, domethënë, njerëzit e zgjut akumulojnë gjëra në tru dhe i mbajnë dhe i ruajnë dhe i thonë, unë kam me prova shqyqyr për ty, i kam me fakte. Mund ta presësh me shqirit. Ja kam dërguar zonjës, leti për t'i faktoj zonja. Ti nxjerrin live aty pam? Ky live im, domethënë, këtu nuk e di a jam live apo jo. Live. Për mua është i kot, sepse zotria për mua ka shumë vlerë.
ku ka kërkuar zotëria të dalit tek ky live, i ka bërë gropën vete saqë i ka ardhur një mesazh nga jashtë ti zotërisë që ti lexoj mirë mesazhet, i ka ardhur Dario Bruçi ose Agron Bruçi. Me këtë video që ti ke nxjerr këtu, ka thënë, i ke bërë qefin fshatarëve të tu ose njerëzve të tu. Po ti bëj në shoftimin në gjakun tim. I ke bërë gropën vete, si ka thënë. Po pse ja bëna gropën vete se kam humbë risën, a? Dgjoj. Fjalën atë që kam humbë do ta marr, kurse për ty ti ke qenë. Po ta deklaroj këtu, po ta them. Një baba që e kishte marrë malli për djalin e vet, bënte një video ose kërkonte një lloj ndihme dhe thoshte më ka marrë malli për djalin. Tash unë nuk e kuptoj se ç'pun kishte kam. Prisje këtë që ta bëja unë, prisje këtë? Ti? E prisje këtë? Jo. Pa se prisje. Pa mendove që ka një baba i djalë. Po jo më se kam. Kuj ke ato tjeri që ti kanë zirë përsysh? Mesor, kuj ke? Kuj ke ato fit tjerë, tre, kuj ke si ti kanë heqë? Baba që kërkon fëmin, del dhe kërkon fëmin, nuk ka nevojë fare për asnjë lloj detaji. Dgjoj, po vjen tur, sepse ju bëra objekt me racën tate, më vjen tur që po ta përmend racën. Ti ke dajat mrekullueshëm, dhe the për vllai, ti ke një vlla për mua, maskara dhe kaluar maskaraj që s'ka pik gjaku pik tyre, pik sedri, ju jeni njerëz të ligjë që s'ju fut as në shtëpi, njeri i familjes tuaja që ju pranon brenda. Ti ke papajnë tat aty, s'ka ku sa laj, ku sa splaj, s'kot as kërsh. Unë kam dhe nga shteti francez njerë, që ti rri urt dhe mos fol shumë. E kam nga shteti francez, kur unë kam një sy të nxjerr kaq, e nxime komplet dhe kam në shtetin francez. Po jam shteti shqiptar, nuk e shtoj në shtetin francez, unë nuk i qa syrin tjere. Elisa, unë e di që ti e prekur e dashur Elisa nga i live që ka dalë Dario. Absolutisht janë vetë nën, janë vetë grua. Por ti the, një baba të donte fëmijën e vetë, nuk dilte në live me Odetën, por e kërkonte. Si ta kërkonte? Si ta kërkonte kur ai nuk dinte se ti Si ta kërkonte? Dgjoj, një njeri sa do të kemë unë gjëra e zemë unë kam kalu me këtë njëri, hik, hajde, kam net, gjithsesi kam net, si më hojgjora. Odeta, Elisa, vetëm një sekund, të lutem Odeta më dëgjoj diçka ti dhe gjithë populli. E ka marrë hoxhën nga Kosova për mua si njeri, është njeri shumë i mirë, i mrekullueshëm dhe ka dhënë prova në shtëpinë time. Për mua. Ajo le të thotë çfarë do doj, sepse janë mbushin mendjen të tjerit flasi në ingranazh të kundërt, por unë do të them vetëm diçka. Tha që nuk është interesuar për mua. Unë solla hoxhën në shtëpi, kam marrë hoxhën nga Maqedonia, kam marrë tjetrin në Itali, kam çuar me makinë, kam paguar taksin në dispozicion duke na prit jashtë me orë të tëra, duke çuar në farkën e madhe, e di mirë ajo, që unë s'kam lënë vend pa e çuar Erisën dhe pa u interesuar për nënën e djalit tim. A mund të betohesh që si kam bërë këto Erisa? Ushta, unë se kam përmend në herë. Po ti dhe zonjën që ka nxjerr 5 herë s'ke s'është interesu për mua fare. Kush të çoj ty me taksi në Tiranë me mamin tat, me taksi private në dispozicion. A çova unë? Unë i kam lënë, e kisha fjalën këtu. Kam një vit që shoh djalin tim po plas shpirti, është e vladi im o goc. Ore, kjo është një xhero madhe për mua. Kaq. Të shoh ti me vladin tim është një xhero e madhe? Qa ishte brënda shtëpisë aty, ndoshta të përkiste ty dhe mu, dhe ndoshta as kujt tjetër, s'kishte pse të fare, edhe nëse kam kalu keq, edhe nëse kam kalu mirë. Elisa, Dario, të lutem, Elisa, të bëj një pyetje. Ngeleshin aty. Dashur Elisa, po nga bëra narcis unë që t'jepja ushqim të piqja çdo ditë mish, e bëja jo se s'po të mishi. Elisa, të bëja respekt, o Elisa. Një pyetje dashur Elisa. Ti si nën e atij fëmije, çfarë kishe menduar? Kur do t'ja jepje babait ta takonte apo ti dëgjonte zë? Po unë Tiranë t'ju thyja kokën gjithë. Jo, absolutisht nuk kam menduar kështu, me veten time shumë mirë, do hapja një gjyq si gjithë tjerët, po e lëm. Se ka hap ka një vit. Po se kam hapur, thjesht e kam lënë mas dorë, se unë jam konsultuar me avokatën. Kur ishe në Tiranë dhe erdhen nga Tirana me mamin, a ju çova dhe ja u gjeta unë psikiatrin, si vetë shkova te psikiatra e mamit tim ku ka punu mami. A ja u gjeta unë psikiatrin me doktor Andrin Tahirin si... Upsi, unë kam, dëgjoj, disi është puna, llafet e shumta fugrallik. Ti më flas... Janë vërteta, më Elisa. Po si më hot vërteta, më hot vrapta ajo buke imja që ka marrë. Kam respekt për Odetën, se kam fol me Odetën, si një njeri, do me thënë që
Unë kam sa mesazhe tuja që ja kam dërguar Odetës, kur ti më thua në Instagram, këtë drejt të kam postruar. Të lutem, te ty kam dhënë disa fjalë që janë aty, Dario le ta mohoj gjithë ditën që s'janë vërteta, Dario e njeh gjithë Shqipëria, e njoh gjithë gratë. Unë jam i njohur se unë thash kam mbledh gjithë botën, po do të bëj një pyetje ty të lutem. Zonja Erisa, a janë të vërteta disa mesazhe që ti më kërkon falje, më lutesh të kthehesh këtu? Mira mesazhe. Kam shpjeguar Odetës, unë i kam shpjeguar. Jo, a janë të vërteta, po pse? Pse ti kërkon gjithë kur unë qenë dhunuesi? Kur unë qenë me shkatruesi? Patjetër që ke qenë dhunues, duhet ta pranosh që ke qenë dhunues. Po. Se të kam mbajt ty këtu. Po pse nuk e pranon më që ke qenë? Po Risa, po pse ti do me hedh vërtytën mbi mua? Jo, në fakt të keq. Do me më poshtë. Po Risa, të ishe një nënën te unë si ore të mlejsh tas apo jo të lutem. Po respekt. Unë e di që djalin tim e man nëna jote. Sepse për ty djalim e mbulon djalin tim për ty unë. Ore ti çfarë të duash? Okej, tregoj pak Odetës, lutem. A je ti ajo që ju hodhe pastruseve që erdhën për mbusllin për nënën time këtu në flok në mes të porrit pastruses? Dario, të lutem. Dario, Okej, Odeta, edhe një pyetje kisha. Mund ta pyesësh Sonjës. A është e vërtetë që nëna jote ka nga Franca dhe ka ndonjë 6 ditë kemi ngrënë kemi pirë? Dario, të lutem. Dario dhe Erisa. Po nga erdhën këto gjëra. Dario, tani të lutem më dëgjoj pak. Gjithçka që ti thuaj mund të qenë e vërtet, por mos harro. Jo mund, më vjen keq. Dario, është e vërtetë që kam folur pas Shakurat. Më dëgjoj. Por mos harro. Ti e ke pranuar që Erisa ka pasur probleme në ato kohë dhe një njeri që ka probleme serioze, psikologjike, që ka probleme me depresionin, duhet ta mirë kuptosh. Po, patjetër, më vjen shumë keq për të pjesën tonë e djalit. Nuk ka qenë unë ta thash edhe po ta them ty dhe gjithë popullit shqiptar. Zonja Odeta, Erisa, një sekond. Ajo do ngjelet femra që kam dashur më shumë në jetën time. Mund dali dikush për vështirë është ma zëvendësoj Erisën në shpirt. E vërtet kjo. Pasha Allahun, pasha Kuranin në shmuj Ramazan, nuk kam dash njeri më fort në këtë jetë. E kam vujt Erisën shumë, mbase dhe vuaj, nuk ka rëndësi, por inshallah do ta kem dhun fatin tim, sepse është një fjalë që e thot një këngëtar romun, thot duke plohësh që fortunë vjen dhe që me bunë, pas fortunës e shiut vjen dhe kohë e bukur, thot. Por, edhe thot, ose bate suare la strada mja o data, o të ka përtra djeli njerë në gjatën time. Inshallah do kem fat, por unë du të them këtë. Atë që është e vërtet se më hojkur, e kam dash shumë, dhe ajo që jam irituar, dhe nuk i duroj të patretat, sepse kam bërë gjithçka për Erisën. Shkoja për tërë natën Tiranën, kinë me më thonë në Amerikë, zhytesha nuj, bëhesha copas për atë vajzë pasha Allahu. Isha shumë i lumtur me te. Shumë! E ke dashur, po e të kishte qenë sëmur, ma thanon e vetë pas sëmundis së parë, që unë kam një numër telefoni, do t'jap numrin, Erisa më tha ka qenë me depresion me ilaçe, shumë keq, dhe unë nuk e gjukoj këtë pjesë, zonja Odeta, më vjen keq, o Erisa, po duru pak të lutë. Tani, unë, po t'kish qenë dikush tjetër, Erisa, Odeta, po të dëgjoj o Erisa, po dëgjoj pak më gos, dëgjoj pak të lutë. Po t'kish qenë një femër tjetër, apo një tjetër njeri, që të më bante djalin, mu kjo së kështë e në kur. Po pse nuk kam marrë iniciativën, unë të bëj diçka. Po me këta bëj, me nëmë në fëmistime. Me atë të bëj luftun, jo se bëj thot. Bravo që mendon kështu. Kështu që unë, se kanë bërë shumë njerëz, kam pas mundësin të bëj dhe unë, se shumë kollaj për të bërë. Por duhet menduar më gjatë. Unë kam një engjëll të bukur të mrekullueshëm që ma ka falë Allahu që dua shumë elhamdulillah, që unë ftes për atë, më mungon jashtëmase, po vuaj për djalin shumë, këto i dënoft Allahu për këtë pjesë që nga nesën hile tek fëmia im, sepse nuk marret fëmia e burrit apo ish burrit apo ish bashkëjetuesit me zor. Ti vje pa fëmijë në shtëpinë time dhe krijon një familje, bën një fëmijë. E tek ty, të hikësh 17 herë nga kjo shtëpi. Të detyrimisht kur je në një bashkëjetesë me një person, siç isha unë me ty, do vinte edhe në jetë fëmia patjetër, se përderisa ishim ne. E çfarë bën tani taksosh ti unë ta vuj?
Po nuk po them, unë nuk po flas fare. Po ku je pra, ku je ka një vit që s'mjep djali më do. Tek ty, tek disa gjëra që ti Elisa, unë dëshiroj të jesh mirë, me shëndet. I dha aktualisht ashtu. Dario, të lutem. Dario. Unë dëshiroj fjalën e fundit kam te parotetës. Jo, Dario, të lutem, do më respektosh pa thënë fjalën e fundit. Mund t'i japim pak kohë Erisës ta dëgjojmë, se nuk e ke Oneta, unë kam dhe këtu më, e zim, ka ndodhur që ka ndodhur, ja i hodha unë, do me thënë, sa unë e keqe aty, për shembull, ose pse duhet shkonte puna deri këtu, të flisim në këtë mënyrë. Unë s'kam zgjedh ndonjëherë me fol këtë mënyrë. Po e çove ti deri këtu më Elisa. Jo, po prit le të flas. Edhe sikur unë të kisha këto mosmarrveshje që kemi pas brenda familjes. A bër tash unë nuk shti fall, as nuk jam zoti, as nuk jam e plot fuqishme. Që them, si më erdhi mua ajo shtrëngimi ose mosmarrveshjet me këtë? A më erdhi se më bëni dikush keq, apo më erdhi nga depresioni, apo më erdhi nuk bëj do të kështu lloj imagjinatash, sepse unë e deklaroj dhe e them. Kam pas në fillim kemi qenë dhe në harmoni. Tregon që je shtruar 7 herë në spitalin 5. Po mirë, të lutem, Dario. Jam shtruar 2 herë gjithsej dhe kam nesër edhe Dario, është fatkeqësi kjo gjë. Dario, nesër mund të shtrohesh ti, mund të shtrohem unë. E kam thënë vetë që dua të shtrohem se nuk ndihesha mirë, se unë asnjë lloj problemi tjetër veç se isha e pafuqishme për të qenë e kuptoj. Bëj punët, këtë kam pasur, asnjë gjë tjetër s'kam pas. E pranoj atë vetë ime dhe nuk kam çfarë frikë ta them, pse mund kishte kap depresioni. S'është frikë, as turp. Çdo njeri në momentet e vetë caktuara mund të ketë dhe njerëz që nuk e shprehin. Për të pjesë më vjen keq që ke qenë sëmur, më vjen keq. Unë kam shpresë që e mirë. Po të kalojmë pak te djali, nuk të kalon sëmundja, problemet psikologjike që ti ke pasur që s'ma ke dhënë djalin apo s'ke dashur. S'ka lidhje me atë, në veten time mendova diçka tjetër. Çfarë mendove? Do ta li pak qetësi, nuk do të kem asnjë lloj debati, as nuk. Po as unë thua gjë nga ty, unë du djalin, o goc. Do ti gjykatës dhe gjykata të më flisë si maso muska. Ti do më thënë nis si baba, nëse ti. Ore vajzë e dashur, po si humbes ti pa adres, pa numër telefoni. Të marris djalin e tjetrit, po kush je ti më të marris djalin e tjetrit? Të humbes totalisht, sepse nëna jote e di mirë ti në shtëpinë time, del dhe thot, ti s'ke për ta pa djalin me sy dhe unë i kam thonë, nuk kam ndonjë djalë me ty. Me nder me thonë, më ka thonë më hum që atë që thuhet disa herë. Ajo s'është femër. Nuk e kam përmbar të them Dario se ti ke nga 3 emra, domethënë dhe po ky është problemi im. Më vërteton dhe më gjen policia shteti shqiptar dhe shtetet e huaja se kush jam. Nuk kam nevojë nëse s'më gjen dot ti. Tani çfarë do të dish nga unë? Çfarë do të di apo çfarë kërkoj nga ti? Ti? E di çfarë kërkoj nga ti? Çfarë? E para të falenderoj që na morë fytyrën na zorrën nëpër media. Jo, Të lutem, ta mbaroj se më bëri një pyetje. Me shumë respekt. Ke folur në 2 episode, ke folur boll. Edhe në shumë episode ndigjo. Unë nuk jam as kushi të gjykoj as ty dhe nuk lejoj as njeri as në të gjykoj mua. Gjykimin e marr vetëm nga Zoti. O Elisa. Urdhë. Mund të bëj një pyetje pak më para, se ta respektojmë dhe Odetën, sepse ajo është drejtuese e emisionit. Dhe ajo ka nevojë më shumë ta bëj pyetje ne kemi nevojë për gjërat tona personale. Duke ditur që keni një vit pa folur, por nëse do të shihni time. Unë zonja Elisa, problemi është shumë i Odeta, domethënë. Le me fol gjën bot. O goc, një pyetje më bëre. Çfarë kërkon ti nga unë? Ke bërë 2 emisione rresht, ke fol çat sa do tani përsërisësh. Çfarë ka dash që unë po pyes, më the çfarë kërkon nga unë, ta bëre pyetje. Çfarë mendon ti, çfarë kërkoj unë nga ty? Çfarë kërkon? Pak më para më pyete çfarë kërkon ti nga unë. Nuk ka problem se për momentin nuk punoj ligjet, po dëgjoj pak. Qeshni të dy, sinqerisht më vjen mirë që qeshni. Keni një mbledh, ziheni, bërtisni dhe qeshni, por duhet të kuptoni një gjë. Keni ndarë shumë gjëra bashk, keni një fëmijë bashk. Dohuni të gjeni gjuhën e përbashkët për hir të djalit. Nëse gjithçka ka mbaruar mes jush, trajtojeni njëri tjetrin si dy shok për hir të djalit. Sepse Elisa më ka pëlqyer ty Dario, Elisa ta them sinqerisht, Dario më ka pëlqyer kjo gjë. Ma tha dhe sot në këtë live.
Pavarësisht gjithçkaje, Erisan unë e quaj princesh. Thjesht fakti që i mbir e thret princesh, është princesh për të, automatikisht dhe për mua ajo ngelet princesh. Por në realitet ka qenë për mua dhe për familjen time princesh. Kjo është e vërtet. Mi ka shërbyr asaj nonet ndjerë që nuk ja humbë sa tjeta. Që mi bi telefonit 2 natë, 3 natë më kërkoj një ndjerë, vetëm për hir të asaj nonet që mi ka shërbyr nonës ndjerë, dhe ajo donte shumë, unë jam i predispozuar t'i shërbej qoftë deri në kryp të varrit. Por atëre, lërni këto mlefet, këto mërit, gjeni... Unë nuk kam asi mlef, nuk do t'kisha dalë këtu fare zonja Odeta, më vjen turp që u bërë objekt bisede, më vjen turp që qa fola, të ka marrë malli për djali. Djali është zhvesh lakurisht, po vetë fityrën. Jo, Odeta, do më bësh shumë keq po manzore tani, t'lutem. Nuk mundem, se përballoj dot. Tani t'lutem. Erisa, e kupton që e ka marrë malli? është baba. Pa ti e kuptoj, po problemi është ndigjo, zonja Odeta ndigjo. Unë nuk arrit, nuk ka... A e shef Odeta, ja. Shive. Fylli bukur është, e keni shumë të bukur. Unë vetëm me këtë fotografi rri qaj çdo natë, s'ka problem. Unë t'ja lindim do t'a shoh, e do t'a takoj, se do rritet vaj dhe do t'i kuptoj gjitha. Dario ka një problem, ndoshta mos ka nevojë dhe ky sepse shoqëria vet aty më shkruan aty te TikTok-u më shkruan që Dario ka nevojë për ndihmë psikologjike. Wow, unë. Shoqëria Darios, domethënë nuk do të përmendej. Shoqëria ime thotë ka nevojë Dario. Dario ka nevojë për ndihmë psikologjike dhe ti falënderit shumë që pas butimi dhe mundësi. Dhe më shkruajnë mua domethënë. Po bravo, ty duhet të shkruaj. Thuaj të shkruaj mjekëve të mirë sjellin këtu të Jo, nuk do të përmend emra, shkruajnë aty te një koment te TikTok-u, thotë Së veri mirë sa me komentet, edhe nëse ka nevojë, është normale, vuan nuk bën djalit. Po ti ishte më e mirë me Dario, thot sepse Dario ka nevojë për ndihmë psikologjike që unë vërtet, bravo. Elisa, po kush e tha këtë që ti qenë në dash Elisa dhe Dario, sinqerisht, do isha e lumtur, unë si gazetare, për ju të dy që po u njoh tani të dyve, sikur të linit një takim, të takonte Dario djalin, gjykata do japi një vendim, respektoni atë vendimin. Nëse jam qysh në Tiranë, duhet vetëm adresa që ata që një vjetër këtyre. Do jetë Elisa me jetën tënde, edhe Dario me jetën e vet, por edhe ai fëmijë do jetë lumtur me dy prindër. Elisa, të them një këshill si motër. Jo, më duhet të jap një këshill si motër. Ta them sinqerisht, nuk e mbroj fare Dario, no? E thash që në fillim, unë jam pro femrave, mbroj femrat, edhe pse gaboj ndonjëherë që meshkujt mund të jenë pafajshëm dhe unë duhet të jem e drejtë për këtë rast, por nuk e di se sa herë shkoj drejt femrave. Je Flori trujt Allahu. Do të them një gjë. Jo, Dario po e flas seriozisht. E dashur Elisa, ndoshta ti nuk e ke gjendjen fort të mirë ekonomike për ta patur atë fëmijë të lumtur. Dario mund ta ketë. Ç'të keq e ka? Nuk e ke si vetë Elisa të fëmijë në jetë. Sepse Elisa kishte vazhdu jetën se i di unë më mirë. Me tjetër njeri, i di unë gjitha. Tani kohën që është Tiranë, i kam marrë vesh me gjitha. Po s'm ka interesu, ja kam dhënë trupin gjykues. Le ta vazhdoj, le të bëj çfarë doj, le të dali ku doj, s'më intereson fare, tu vetëm djalë. Të lutem, unë jam e sigurt që Elisa do respektoj vendimin e gjykatës. Ai nuk është më e humbur. Ja, po s'ka ku shkoj pa e respektuar atë, çfarë do bëj? Kështu që unë nuk kam thënë ndonjëherë dhe në emisionin tatë që unë s'do zbatoj vendimin e gjykatës. Jo, e ke dalu garant. Ke thënë që unë do respektoj vendimin e gjykatës, të gjë e ka thënë Dario. Tani po shkojmë drejt fundit. Ajo ka nisë jetë, unë e ti mirë, i ka marrë vesh të gjitha, ka nisë jetën e saj, le ta vazhdojmë atë që e ka nisë, se ka për t'ja pa hajrit, ati edhe shumë tjerve, por me djalin tim s'ka baba, e i dashur, e bashkjetues të flejë me një shtëpi pa vdekun. E deklaroj këtë publikisht, ajo është djali i Dario Bruçit nga Kurreni dhe atë do ta aksoj vetëm babaj dhe nëna. Por nëse nëna me një tjetër e çon në shtëpi dhe më ke trajton fëmin mua apo man, shka se si, babaj me vil, me shtëpi, me katandi, me putuar. Më fal Odeta. Ti nëse do martohesh. Odeta, të lutem vetëm një sekond. Unë me shtëpi, me katandi, që unë kam një, nuk po them
të lutem. Unë i kam të gjitha Odeta, jetoj mrekullueshëm, po nuk jam budalla që shkoj atje te psikiatri apo te që kam nevojë si çfarë njerëzit. Unë elhamdulillah hyj makinës time mjes, dash pikë. Dario, unë kam shkuar unë te psikologja, ku kam qenë ngarkuar. Nuk Jo, po s'kam as ngarkesë unë fare, unë ngarkesën më të madhe kam djalin tim. Unë kam 4 vëllezër, i du shumë janë vëllezërit e mi në familja ime, kam një motër të vetme, por kam dhe 3 djemë si të rita. Kam Brianin, Henryn dhe Dario. 3 çuna. Në jetë i kesh. Si fëmijët e vëllezërve, si fëmijët e mi janë gjithë njësoj, si Dario, kanë një familje të madhe. Nuk ka më minutazh, ma besoni. Dario të lutem. Nuk ka më minutazh, problemi është. Po ku humbe tu djalin o vajzë? Një njeri me logjik dhe me mend në kokë duhet i reflektojë ti mendoj gjëra të mirë, nëse të kishte marr malli për djalin dhe unë kisha gabuar se s'jepsha djalin, kërkoje vetëm djalin, s'kishe pse ti hyshe një bisedë. Ku ta kërkoj djalin o goc? Kaq. Ku ta kërkoj? Dario, S'më të gënon asnjë lutem. vend, asnjë shqyr për të kërkuar djalin, sepse do të prish sa punë me atë bosin tat. Dario, Që ke pas veti. tani të lutem, sepse do shkoj drejt fundit, do them Jam dhe unë profesorun fjalën i time të të fundit. gjitha, po Dario, nuk flas. të lutem, Erisa, të lutem. Dario, Erisa i ka dhënë fund marrëdhënies me ty, sigurisht do vazhdoj jetën, do gjej një person tjetër, sikurse edhe ka ti. qenë, po inshallah e ma. Sikurse edhe ti do E gjesh kështu i një ka, grua i ka me tjetër. vajzë Tani të shkurtra. lutem. Gjykata do vendosi kush do ketë kujdestarin Nesër në gjyq. dhe që jam e sigurt që nëna të marrë kujdestarin dhe babai ka të drejtat e plota të takimit, nëna nuk Ta ka shohim, pranon. nuk e dim se po Por procedojmë ca ama, letra të që lutem, nuk mund të thuash që një baba tjetër nuk ka shanse të rri me djalin tim. Erisa do ka martohet. shanse vallaj. Po tek unë Po jo. të thoj nesër Erisa, nëse ti merr kujdestarin e djalit, thoj Erisa, nuk ka shanse as një grua tjetër të më zvonsoj mua. Jo, dëgjoj. Mendo se ti Erisa, të nga ne vetja. kemi fëmijën e përbashkët kur ka ardhur Po, pra. Erisa tek trupste ku ka ardhur pa fëmijë. Fëmijën e ka Po, bërë me mirë, mua. Sot jeni ndar, fëmin do ta mbaj njëri nga ju, po ama kjo s'do thotë që Pa ju s'do tjetër, njëri, martoheni. këtë kujt janë i trupit gjykues, unë ja kam Atëre kështu e lëm. liçëse. Të vendosi gjykata, do mbetemi në kontakt dhe ju Patjetër. përshëndes të dyve. Mirupafshim. Odeta, Po. të lutem shumë, të kërkoj ndjes, mbase e kemi tepruar dhe para popullit, por e vërtet është kjo që e kam thonë dhe po të bëj be në 700 hemalit bëj be që këto janë vërteta që kam thonë. Ajo le t'i mohoj, por këto janë vërteta nga në ime. Besom Odeta, pasha Zotin. Shqipëria është 4 milion. Mendja jote është 1, me 100 veta mund t'i jesh dakord, me 2 Pa milion. tjetër, se ka jetuar që Shqipëria 4 milion me mu dhe me ty. Mirë, uroj nesër të vendosi gjykata, u Odeta, bëftë mira. Ju respekte, përshëndes. Zotin, Mirupafshim. Ciao. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart mos harroni të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim për të marrë çdo ditë njoftimet e live-eve me këto histori njerëzore. Faleminderit miq që do ritakojmë nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.